Çfarë i ndodh trupit kur pini ujë me limon çdo ditë? Uji me limon është një nga pijet më të shëndetshme që mund të konsumohet në mëngjes. Kjo pije freskuese ofron shumë përfitime shëndetësore dhe është shumë e thjeshtë për t'u përgatitur. Vetëm shtrydhni një gjysmë limoni në një gotë me ujë të vakët. Limonët janë të mbushur me vitaminën C, magnez, kalium e të tjera, ndërkaq uji është të kyç për të shmangur dehidratimin. Nëse filloni të pini ujë me limon çdo mëngjes, ju do të përjetoni këto përfitime shëndetësore. Do të keni sistem më të fortë imunitar, sistem më të mirë të tretjes, aromë më të freskët të gojës, funksion më të mirë të mëlçisë, humbje të peshës, lëkurë të pastër dhe gjithashtu do të stabilizoni edhe nivelin e tensionit të lartë të gjakut. Uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë për mëngjes, ndaj dhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë përdorimin e limonit në dietat tuaja për të marrë përfitime të tij dhe për të parandaluar komplikacionet që i renditë më herët.